kur ndëgjojmë rrymën e fjalëve të Allahu xhalla xhelaluhu dhe ndryshimin e zanit që duhet me bë lexuesi, atë kemi të bëjmë me një sen që qëllimisht Allahu xhalla xhelaluhu e ka lënë me pas një lloj rrymë e cila do të ndikon në shpirtin tënd. Kur lexuesi e zgjatjen e duhur, kur i bën dispozitat e tajwidit, kur nuni hin nën hun, kur bëhet fshehja e nunit dhe dispozita tjera, nuk është qëllimi të njohja e dispozitave dhe nxjerrjes vetëm të shkronjave në arabisht. Por qëllimi i asaj është me ndiku në zemër, me bën ndryshimin të na. A kena mendu rreth temave të Kur'anit, rreth temave të ajeteve të Kur'anit, sa përqind të ajeteve na folin neve për Allahun, sa përqind na folin për besimin në botën tjetër, sa përqind na folin për melekt, sa përqind na folin për librat, për dërguarit e Allahut, për kaderin, dhe se Allahu xhelle xhelaluhu na i ndan neve në shtyllat e besimit, shtyllat e imanit. Këto shtylla e formojnë xhenetin ton. Këto shtylla e formojnë xhenetin ton. Pastaj vijnë shtyllat e islamit dhe të ihsanit dhe shumë sende tjera prej temave që i ka folë Allahu në Kur'an dhe pastaj i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam. Jam i sigurt se u amërmendja parafërsisht se ajetet kuranore nuk merren me temat tona na që merremi për ditë. Prandaj kjo është gjendja jonë. Temat tona, në opinionet tona sot, në komente, në shkrime, në të folur, temat e hoxhallarëve e tjerat nuk po korrespondojnë me temat që Allahu i ka përmendur në Kur'an. Prandaj kjo është gjendja jonë. Na mbush e kena gojen me Kur'an me sunnet, me Kur'an me sunnet, na të Kur'anit sunnetit, na selefit, na me mjekra, na mbush e kena gojen. Por Kur'ani fisnik nuk ka folë veç për mjekrën, as veç për pantollat, as veç për formën. Na shohim se Kur'ani fisnik tash ajetet që u lexuan për surës së ndershme, ama krejt dridhin ajet për ajeti për botën tjetër, për ahiretin. Që Muhamedi alayhi salatu wassalam ka arrit për 23 vjet me eduku gjeneratën e vetë edhe tjerat mbrapa, që ata njerëzi me jetu në këtë botë, ama me qenë njerëzit ahiretit. Wallahi e ki pa ftyrën e sahabijut, ti e ki pa ahiretin. Kur ke shiku të ftyra ati, ti ki pa ahiret të aji. Se ndikon ajo. Ftyra njerit ndikon, reflekton ahiret. Dhe ka njerëzi, ftyra ati reflekton dunja, krejt dunja, kur e she, krejt dunja në shetaj. Kjo ndikon. Prandaj temat tona do të me qenë temat ahiretit. Temat tona do të me qenë temat ahiretit. Ti kur e hap Facebookin, ati shumë pak ka ahiret. Ti kur e hap internetin, ati ka shumë pak ahiret. Prandaj dush me formu një rrethantin i cili të reflekton ty me ahiret. Te shese gjatë historisë, dietarët islam, sikur Ibn Jauzi rahimahullah, në librin e Telbis Iblis, e përmend punën e disa muhadithave, dietarë të hadithit që s'kan lënë hadith pa mësu përmend, thotë çfarë shumë jam teptis pas mësuarjes përmend të haditheve, nëse e pyet një fjalë të hadithit ai nuk e di. Ka dhe kështu. Çfarë shumë taptisit dikush vetëm të hifze, që nëse e pyet një ajet kuranor, hajt kallëzom atë ajet, çka do të thonë? Allah se di thot. Suparash mësu hifz. Që do të thonë se nuk ban me të prua. Ti ki njerëzi sot, edhe imamin e Qabës, kur e nga naj, thot, ja gjeta gabimit, ja gjeta gabimin imamit Qabës, e zgati pak më shumë. Po sa qëllimi ajo? Ti ja gjenë, ma i kirit edhe krejt, ja gjenë gabimet, mu nali, ja gjenë gabimin ti. Po sa qëllimi ajo? Nuk po qëllimi ajo. Qëllimi imamit është me ta kujtu ahiretin. Jo zgjatin ti. Dhe o bidat kjo të prind fej është. Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka armë të gjyt, po ato të gjytin si kur na që shemësojmë sot, se këmësu.
Ato se kanë emërtu iqlab, as ikhfa. Kjo mbrapa ka ardhur. Që do të thonë se kjo është një vesile. Andaj nuk duhet më ka për fetvat, as për temat, as për debatet e shumta, se kjo është Beni Israilizëm, majni mend. Kjo është Beni Israilizëm, Beni Israil kanë kapur ta. Tu e hallu, e kanë hallu krejt. A hallu feja krejt. Sa që kanë me sikur qerapet e grave, kështu kanë thonë selif. Zban, kjo nuk është normal. Hallo shahadetin, hallo zakatin, hallo namazin, hana dielli, sene feja islame shumë e thjeshtë. Andaj Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka ardhur me sene të thjeshta, edhe me gishta ka fol. Qëllimin e ka pas ai që kur të fole imami, kur të lexojë imami, kur të vihet në xhami, prandaj ka mallkuar ata njerëz që vinë në xhami dhe bëjnë mohabet dunjaje. Dhe ka thënë sallallahu alaihi wasallam, kur dikant ta dëgjoni të fol për dunja dhe biznes, në xhami thoni la barakallahu fi tijaratik. Allahu mos dosh bereqet kur në tregtinë tënde. Çfarë? Po pse ka botron? Se qëllimi i besimtarit është me ulit në botën tjetër. Andaj dietar islam ka thënë, prej shtyllave të imanit 6 më e rëndësishmja, jo më e madhja, më e madhja është me besu në Zot. Më e rëndësishmja për besimtarët është besimi në ahiret. Më e rëndësishmja është që do thot jetën tonë me përkthyet, me lidh non-stop vazhdimsi me ahiretin. Musliman më i mirë është ai i cili e lidh me ahiretin. Hoxhi më i mirë është ai që ta lidh jetën tonë me ahiretin. Dersi më i mirë, ligjërata më e mirë, leximi më i mirë, zani më i mirë, shoku më i mirë, jeta më e mirë, leximet më të mira, librat më të mira janë që të lidhin me ahiretin. Sa ti është jeta? Wallahi shumë pishman këna mira. Nëse nuk lidhemi me ahiretin, shumë pishman këna mira. Nuk lidhet feja vetëm me temat tona interesante që i kemi. Tash me bo me hap një temë interesante, knaqësh, të bo mohabet. Po s'është qëllimi ajo. Qëllimi është bota tjetër. Andaj transmetohet nga Imam Maliku. Imam Maliku, ne dini kush është Imam Maliku? Imamu Darul Hijrati, imami i Medinës së hijretit. Rasulullahi alayhi salatu wasallam kana yalhan, i kanë hikë do fjalë. Nëse vetë është dash me bë me fetha, e ka bë me kesra. Imam Maliku, që me pasqen të meçmit e kohës son kishin thonë, çfarë imami ke për kush ke? Zdi me fol arabisht, ati hik gjuma këtinas, ke imam, wallahi ai ka imam. Imam Maliku ka imam. Që është dridh Imam Shafi'i për ati, që janë dridh glasat e Ebu Hanifas për ati, që është dridh bota para Imam Malikut dhe është dridh edhe emiri i Medinës, princi i Medinës në të ko, o dridh për Imam Malikut. Transmetohet se Imam Shafi'i, rahmehullah, ka qenë poet dhe njohë si gjuhës arabe. Ka jetu 20 vjetë në fisin Hudhalijin, fis i vjetër që nuk është ndot gjuha akoma ata, dhe kur e zatek emiri i Mekkës, Imam Shafi'in, të oti djalë, e ki mendjen shumë taze, i e shumë i meqëm, e ki hifzin shumë të fort, i e djetari gjus arabe, pse be nuk shkon me mësut e një hoq, mu bo djetar, që ka thonë të kush me shku? Të Imam Malik, ibn Enes, kë Imam Maliku që thash, në gjuhë arabe i ka hikin e fjallë, me pas në të gjuhë këta me lup të kohës sotë, që i thonë, ave nuk e di arabisht në miraj. Thot, po kush me më qu të aj? Thot, unë e të qoj. Vesh ta dish që kur qoj të aj, ka mundësi me në refuzuaj. Ju kanë tut këtë Medinja, ju ka tut edhe princi i Medinës, emiri i Medinës, edhe i Mekës, ju kanë tut Imam Malikut. Imam Maliku imam e konë, hoqë vetë në gjami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhe shkojnë kada, natë ka qenë, shkojnë në pëshim derës. Vonë ka qenë. Del jashtë Imam Maliku, kush jeti? Thot, unë e ku marrë me pru këtë djalin, veç, a ka mundësi me pranua? E këshirë këtë djalin, Imam Malik, e këshirë Imam Shafi'i, dhe e konë me të mira, alhamdulillah, thot, afrajo, apo eja në mezlis mas sabahut të Imam Maliki. Dhe kur shkon, e ka pas përmençme dëbame më wattër Imam Malikut. Dhe ja lexon disa prej haditheve të Muwattës, edhe e pranon dhe mo e dim se çfarë ngjarje ka ndodhur, kush është Imam Shafi'i, kush është Imam Maliku e tjerë. Vazhdo.
Të sahabët radiallahu anhum është shiku kjo pjesa e botës tjetër. Andaj dijeni edhe dietarët islam kanë thonë, kur quhet qari, lexues të ata, është quajt ai njeri cili është dietari i ahiretit. Të na është e njohur kjo fjala qari, lexues ai që di hifz më shumë. Jo, të ata ka qenë ai i cili ta lidh me botën tjetër. Andaj kanë emërtu dietar, dai, thirs, njeriu i cili ta lidh botën me botën tjetër. Ta lidh këtë dunja me botën tjetër. Jetimin dush me pa me sytë e botës tjetër. Vllahun tan musliman dush me pa me sytë e botës tjetër. Fetvan që ta jep hoxha duhet me ta dhënë me sytë e botës tjetër. Po që normal na nuk guxela me harru këtë botë, këtë dunja. Ka se besimtari punon këtë dunja sikur me jetu për gjithmonë, i përgatit senet si me jetu për gjithmonë, ama synimin e ka botën tjetër. Synimin e ka botën tjetër. Dhe besimtari është inteligjent. Dhe besimtari e din se ka mundësi mu sulmu. Ante ti e sheh se temat e Kur'anit nuk kanë hibet detale me folë, për shembull që puna e hanës ju qelë, puna astronomisë, punë të thella shumë. Një ajet e kin Kur'an, yes'alunaka 'anil ahil, po të pyesin ti për hanën. Për hanën e kul hiya mawaqitu lin-nasi wal-hajj. Thuaj, ajo është për caktimin e vakteve, muajit, wal-hajj dhe haxhit. Pastaj tregon Allahu xhalla xhelaluhu se çka është birr, çka është e mira e çka është e keqja. Walaysa al-birru an ta'tu al-buyut, nuk është mirësi me ardh ka xhamin në shtëpi. Wa atu al-buyut min abwabiha. Kur të futeni e janë i ka dera, çdo gjë në dunjë ka derën e vet. Secili sende ka derën e vet. Andaj edhe xheneti e ka derën e vet, ajo është dera e ahiretit. Temat e ahiretit. Ku i kemi na temat e ahiretit? Hoxhallarët kanë për obligim në xhamatin me shndrua në njerëzit e ahiretit. Që ka thonë Aliu radhiyallahu an, kunu min abna'i al-akhirah, o ju musliman, bëhuni prej bijve të ahiretit. O ju musliman, bëhuni prej bijve të ahiretit. Prandaj persiant, kur i kanë pas sahabët janë bërë musliman. Kur kanë dërguar të dërguarit e vet, ambasadorët, delegatë e vet, Rostumi ka qenë njëri dunjas. Shikoni, ata udhëhecët shtetformues në botë, ata janë njerëzit dunjas. Edhe hunën kur e kruan ti, ato e din pse e kruan. Edhe hunën kur e kruan ti, e din ato mirë, edhe veshin kur e kruan, pse e kruan ti veshin. E din ato mirë, se është zanat i jetës. Domethënë, mos u mundot ti si musliman mi ia shku atij për dunjas, se ti zore kimi ia shku atij. S'munësh. Ato janë mjeshtër të kësaj dunjaje. Po muslimani do të qenë mjeshtri i botës tjetër. Muslimani do të qenë mjeshtri i botës tjetër. Prandaj i kanë thënë Sa'd ibn Waqasit na i dërgon një tjetër, edhe një tjetër, edhe një tjetër. Dhe kur i kanë pa krejt kanë qenë më të njohur për botën tjetër. Prandaj Rabi' ibn Amir me shigjetat e veta, me shtizën e vet, u ka shkoç te pikat. Kjo është mesazh, çka këtu te pija. Ja ka shtot kuqe, të mira, të heshme, që me ngrej ka dunjoja, diamante në ato kultuqet ka pas, për ameno, diamante ka pas. Dhe Rabi' ibn Amir ka hi me kalin e vet atë, ka thonë du të me hek kalin, ka thonë kështu më keni thirr. Nëse do një këthejna, a më keni thirr, po, unë e këthejna. Pra, nuk është milkuta ata, me u mahnit, me thonë, shka i gjithë. Jo, kur gjopi kësa, hiç s'ka ndiku, ka hes njeri normal. Ka hes njeri normal, se këta njerëz janë eduku në shkollën dhe medresin e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Vëllazër, së shpejti na vjen neve ahireti dhe na vdesin, shkojnë në botën tjetër. Po marrësh për me dash këtë dunjë para ahiretit. Turpësh për neve, nga se burnia matet me çat. E nëse, duke fillu prej xhallarëve, thirrsave, njerëzve të fesë, prej xhamatit, duke fillu kështu sipas përgjithësisë, jemi njerëz që e dojna këtë dunjë më shumë se ahiretin, mirë për neve. S'ka kalu kur far provimi s'ka kalu. Ti e sheh se në fakultetet e dunjas, për fe, ai hin dhe e provimin fik, e provimin filan lëmien, sira, informatët, janë provimet e informatës, po s'është qëllimi kjo. Nuk ka qëllimi me thonë, dhe ai bëhet hoxh nesër, e vënon kapuçin, fotografohet, diplomon, ama nëse dunjan e do më shumë se ahiretin, a meriton me kallzu dersa ja. Tash këto është problemi jonë. Këto janë temat tona.
Mundet me dita i krejt, super është. Mi për orientalisti as dhja. Orientalistët e dishka janë qafira që kanë studiu për fe. A dini sa ka? Në trend është, bile halon për rëndim, në kur kanë shku në botën arabe me mësu në Damask, unë kom pas plot prej shkijeve që kanë mësu me neve bashkë në klasë arabisht. Belgjike, Evrope, Hollande, plot. Pi Serbijës bile ka pas. Plot, në trend ka qenë. Po aja nuk dhja, po Allah i di valla. Bile ka sejnë që i di ma mirë se shumë prej muslimanve. Ahmed Shakir, rahmehullah, djetari hadithit, hoxha imam i Shekh Albanit, thot në filan vitin me ka qupin Izrael njoni, një punim, dhe vetin, dhe kum shiku e filan hadithin, që e kum ba une hadithin Hasan, thot ma ka qita i daif edhe qashtohon. Orientalist, Izraelit. Edhe pranon, Ahmed Shakir e pranon, që të më thonë di për feja. A mërë me në kalëzu ders në i vaj. Po jo besim të arështë të lasë. Pse, ajo është rek në qatë temë dhe studion në qatë temë. Andaj o vlezër, duhet këthejemi pak në ilmul akhira, me mësu prej hoxës, prej agjallarve, prej thirsave tonë, botën tjetër. Nëse e shohim se muhabetet tona shumë sile rrëdhë dunjas, valla i ka me në shkatru këtë dunja. Ka me në shkatru krejt. Se kur hinë në zebrën e njeriut, ajo më ndryshime. Fillon me ndru fen, dhe kjo ka ndodhur te Ben Israilt, kjo ka ndodhur te popujt e mëhershëm, kanë nisë me dash shumë dunjan, janë afru shumë afër asaj, normal, mbretja atij vendit, faraoni asaj kohe, e njerëzit tjerë që kanë normal, ai njeri dunjas shyrë me të ngrej, me të bë afër vetës, derisa ndryshon feja Allahut, ndryshojnë parimet, ndryshojnë shumë prej seneve. Andaj, nuk është me rëndësi shumë kjo puna teknike, kur dalim dhe flasim na, nuk më lejohet me folën unë për dispozitat të hanës edhe djelit e shumë sejle për dispozitave të fesë, nëse nuk i kena ngull në zemrat tona punën e dashurisë ahiretit, a kjo parafrasisht dijetëna. Prandaj, temat tona do të me qenë temat e Kur'anit. Shiko lexo Kur'anin, që i të lezu të shhartë me Kur'anin, në gjuhë shqipe i të pa, edhe emrat e sureve të Kur'anit ti e shese lidhen krejt me botën tjetër. Walhamdulillahi Rabbi.